Mirëmbrëma qytetar, mirëmbrëma motra dhe vëllezër. Në fakt, unë doja të nisja me një pyetje për zotin kryeministër. Vërtet mendoni se mund të fshiheni mbas propagandës? Ju lutem zgjoni kryeministrin nga ëndra e mirëqenies ekonomike në Shqipërinë e tij, që e sheh vetëm nga xhamat e zinj të makinës ose nga dritaret e zyrës. Në Shqipërinë e tij ka rritje, ka zhvillim, ka sukses, ka mirëqenie, ndërsa në Shqipërinë tonë është një realitet krejt ndryshe. Dil zotrote dhe shihe realitetin që vetë e ke krijuar, sepse ky vend sot nuk jeton në suksesin që reklamon ti. Ky vend sot jeton në krizën që ti e ke thelluar. Rritja e çmimeve nuk është rastësi. Çmimet u rritën në qeverisjen tënde dhe me bekimin tënd, sepse ti ke zgjedhur që të mos mbrosh qytetarët, por të mbrosh interesat që ty të mbajnë në pushtet. Në Shqipërinë tënde, qytetarët shqiptar jetojnë me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa në Shqipërinë tonë, një familje punon gjithë muajin nga mëngjesi deri në darkë dhe nuk përballon dot jetesën. Në Shqipërinë tonë, pensionistët ndajnë lekët dhe zgjedhin mes ushqimeve me çmimet në stratosferë dhe ilaçeve. Të rinjt, ata që kanë mbetur, normalisht, mendohen të rrinë apo të ikin sepse arsimi në Shqipëri është në gjendje alarmante. Bujqësia është në fazat e zhdukjes. Shëndetësia mos guxoj njeri të sëmuret mbas datës 20 të çdo muaji. Funksionon me kalendar. Nuk ka buxhet për analiza, tha ministrja. Drejtësia, po, e njohim si nocion. Nafta është luks, mos përdorni makinat. Na lehtësoni trafikun, pastrohet edhe ajri, dhe kryeministri nuk dëgjon ankesat nga mëngjesi deri në darkë se është i ngarkuar, ju lutem. Ka hall e qeverie. Ka hall se si të justifikoj korrupsionin. Ka hall se si të laj ata që nuk mjafton uji i oqeaneve t'i laj, e ne flasim për halle. Ka halle mbi halle. Rritje ekonomike, thot i ashtu quajturi kryeministër. Për kë është kjo rritje ekonomike, zotëri? Për qytetarët që varfërohen çdo ditë, apo për një grusht njerëzish që pasurohen në pushtetin tënd? Mos na fol më për reforma, mos na fol më për rritje ekonomike imagjinare, sepse të gjithë sot e dim se si po jetohet në Shqipëri. Arroganca dhe prepotenca të kanë shkëputur nga realiteti dhe nga lidhja me qytetarët. Në fakt, shumë halle kanë qytetarët. Ju lutem, zgjoni kryeministrin dhe në qoftë se nuk do ta dëgjoj nga ne, thua janë ju që i tregoni prralla nga mëngjesi në darkë se jo çdo prrall ka fund të lumtur. Se përgjegjësi i vetëm për realitetin në Shqipërinë tonë është ai, dhe se shumë shpejt do vi momenti që të mbaj përgjegjësi dhe të japi llogari. Faleminderit. Zonja, zotrinj, miq, nga eni, nga sini të rinj, të reja, më the tash të gjithë të keni shëndet dhe jetë dhe një qik i natë. Do them një 2-3 gjëra të vogla. Kemi nevojë që të mendojmë me zemër, të flasim me zemër dhe të luftojmë me zemër. Po dëja mund të ketë bërë të gjitha të këqijat që ekzistojnë në botë. Po dëja.
ose ata që thonë dhe si e thonë, po PD-ja ka bërë një gjë që unë nuk e haroj kur, se duke pasur kujtesën emocionale të shkurtër ky populli ynë, i haron gjëra shpejt. U hoqën vizat. Për herë të parë shqiptarët hipën nga avioni, zbritën nga dhe vajtën atje ku deshën. Si harrohet kjo? Si harrohet kjo? Kjo është fatkeqësi e madhe kombëtare, se u hoqën vizat për socialist, për ballist, për të gjitha. Nuk ishte. Atëre, edhe njerë, zotrinj, ju këtu më dëgjuat, po dhe ju të tjerët që më shani në një qik, puna juaj, ajo është detyra juaj, ju atë u kanë thënë, që shani në një qik, edhe për juve që shani, edhe për ju janë hequr vizat. Janë hequr vizat për të gjithë populli shqiptar, nga Lëpushi e deri në Kornicpol, që të jetoj i lirë. Miq të dashur, thot Shakespeare, se fjala pa mendim në qell nuk shkon, thot. Do me thënë që Zoti duhet ta dëgjoj lutjen tonë. Po neve, a jemi neve të mirë sa të vemi deri atje të komunikojmë me Zotin? Zotin e kemi me vete. Dhe mos më zbusni atë kur thoni në njëherë, qoftë ju të PD-s, udhëheqja e PD-s, qoftë edhe të tjerët. Nuk kemi shkar në autokraci. Jemi në një diktaturë perverse. Duam apo s'duam neve, jemi në udhëheqjen pervers. Udhëheqja ai që është lindi ai, lindi dielli, lindi qelli. Për atë kam fjallën, vetëm ti e kuptove. Pas kam rënë legenit kot. Ju uroj shëndet, jetë dhe gjithë të mirët. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, të nderuar deputet të Partisë Demokratike, i nderuar sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flamur Noka, të nderuar qendrëstar të përhershëm në çdo foltore, në çdo protestë të Partisë Demokratike, demokrat të nderuar. Quhem Alket Osmani dhe jam mësues i fizikës në arsimin e mesëm të lartë. I përkas me bindje Partisë Demokratike. Por sot dua të flas si një nga shumë shqiptarët që vuajnë varfërinë ekonomike, po aq sa sulmin e dyre të përditshëm që i bëhet dinjitetit ton nga një grup që e quan veten qeveri, por që na sundon, na poshtëron dhe na nëpërkëmb çdo ditë. Shqipëria po regjohet, Shqipëria po lëngon, pa shpresë dhe pa rrugëzidhje, e gjunjëzuar nga një eksperiment çlirëzor anti-shqiptar, ku janë pleksur urrëtia e pangopsia e llumit të trashëgimtarëve të bllokut komunist me lloj-lloj speciesh globaliste deledash që shqiptarët i shohin si kavje laboratori. Dhe ndërsa eksperimentojnë këto qenie pa dhe, pa moral e pa shpirt, rëmben që të munden, zhyten në fullësinë e luksit të ngritur në bikurizin e të pamundurve. E shihni arsimin, pa menduar që me mësuesit projekti skavërimit moral e ekonomik tashmë është kryer. Edukimi parauniversitar në tërësi është dëshmi e kaosit, paqëndrueshmërisë së platformave, diletantizmit, partitshmërisë dhe patronazhimit, ku ligjin e bën përgjimi, e bën frika për të nesërmen dhe ku e vetmja e ardhme janë klasat bosh. Mësuesit janë shtresa e persekutuar e këtij regjimit të korruptuar, duke i hequr dinjitetin dhe respektin që kjo figurë misionare ka në shoqëri. Si drejtues strukturash, prej 13 vjetësh, si kryetar grup seksioni, shpeshherë i ndodhur edhe në presionin e patronazhistëve dhe të pushtetarëve, për vendin e punës që kanë bërë të mundur në bazë të aftësive profesionale, nuk kanë mundur të më ndalojnë që të jem pjesë aktive e Partisë Demokratike Fier pa ndaluar asnjë çast. Më lejoni të them se kam pranuar me prullësi dhe shumë kënaqësi propozimin e shumë kolegëve të mi
drejtues të strukturave të Partisë Demokratike për të kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike dhe jam i gatshëm për të marrë përgjegjësitë në kohë të vështira pa patur kurfar interesi personal. Gjej rastin të bëj thirrje kolegëve të mi arsimtar, të bëhemi bashk, intelektual të ndershëm të fjerit, për t'i thënë dal vjedhjeve, abuzimeve të grupit të hajdutëve të rilindjes të kryesuar nga e pandehura dhe korruptuara Belinda Balluku. Njeriu që erdhi në Fier me një tabor hajdutësh dhe vodhi zgjedhjet me joshje, me presione, me privilegje të pamerituara për një vit të ndryshëm. Fieri është i yni dhe jo i hajdutëve të Belindës dhe të Ramës. Intelektualët munden dhe duhet të marrin përgjegjësi në kohë të vështira dhe jo të jenë konformist. Të bëhemi bashkë, të gjithë, të forca më e madhe, më e besueshme politike, të vetmja alternativë për të bërë rotacionin e pushtetit, të Partia Demokratike, me kryetarin ton të palodhur, vizionar, profesor doktor Sali Berishën. Si thoshte edhe Albert Einstein, bota është një vend i rrezikshëm për të jetuar. Jo për shkak të njerëzve që bëjnë keq, por për shkak të atyre që nuk bëjnë asgjë. E vetmja zgjidhje është bashkimi. E vetmja rrugë është bashkimi. E vetmja shpresë, e vetmja mundësi për bashkim është dhe mbetet Partia Demokratike. Ndaj, më datën 17 prill, juftoj të gjithëve në shesh për të rrëzuar këtë qeveri të korruptuar që ky vend nuk ka njohur ndonjëherë deri më sot. Rrof Partia Demokratike dhe kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj profesor doktor Sali Berishën. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme për të gjithë ju që çdo të javë, çdo të hënë, mblidhi në këtë shesh për të rikujtuar mbar shqiptarëve se njeriu që qëndron në këtë ndërtesë është një armik i egër i këtij kombi, një armik i egër i trive shqiptar që detyrohen në këtë vend me pasuri të pafundme të marrin rrugë të dheut dhe së bashku me largimin dhe ëndrrën e tyre të bukur që duhet ta ndërtonin në Shqipëri, por këtu se ndërtojnë dot. Mblidhi këtu për të dëshmuar shqiptarëve se njeriu që qëndron në këtë ndërtesë është një armik i ëndrrës europiane të kombit shqiptar dhe të Shqipërisë dhe se është i gatshëm për të mbrojtur veprimtarinë e tij kriminale, vjedhjet e tij, të marrë çdo vendim, të shkelmojë çdo interes, të rënojë çdo të ardhme, çdo ëndër të shqiptarëve. Miq, pak ditë më parë, Edi Rama përdori mandatet e krimit në pamje të parë për të mbrojtur Lubi Ballukun. Në fakt, ai mbron veten e tij, mbron familjen e tij, mbron qindra milion dhe miliarda para të vjedhura nga takspaguesit shqiptar dhe të vendosura në kontot e tij nëpër botë. Akti i tij ishte i shëmtuar, ishte i pashembullt. Por të dashur miq, për të gjithë shqiptarët
dhe të gjithë njerëzit e lirë në botë, Edi Rama ditën që mbrojti nga arrestimi Lubi Ballukun, kreu një akt të barabartë si kur të kishte dalë Lakuriq në atë balkon. Po, edhe ju të nërur policë. Një lloj si kur të kishte dalë Lakuriq aty, ku ta shifte çdo shqiptar dhe çdo qytetar në Europë se ky është një hajdut i cili s'ka ligjas moral. Atë ditë, a i tregoj vetën se cili është, faktoj ato që ju i keni thënë këtu çdo të hënë. Atë ditë, a i mendoj se vendosi një mur, mburoj për vjedhjet e tij. Por atë ditë ai harroi se ftoi një popull të tërë të ngrihet edhe më fuqishëm për t'i dhënë atë që meriton. Miqtë e mi, ai votoi në parlament me mandatet e krimit dhe u paraqit sikur e mbylli. Çështja është e mbyllur, tha. E mbyll ti, por s'ta mbyllim ne atë çështje. Problemi është se se mbyllim ne, jo. Nuk e mbyllim ne hajdut. Ta dish mirë se s'ka forcë në botë të mbroj. Nuk ka ligj në botë që të mbroj ty. Nga aktet që ke kryer. Por e vërteta është, ja u them këtu, se atë nuk e mbyllin as partnertat. Ata e din që shqiptarët ëndrën më të bukur kanë ëndrën europiane. Ata në fakt në 32 vite kanë ndihmuar shqiptarët me miliarda euro. Janë aksioner, taks pagues të tyre janë aksioner në ndryshimin dhe transformimin e Shqipërisë. Dhe tani që duhej të mbrojej, u tha rrini, s'keni punë me mua. Jo, i than ata, ti s'keme ne, por ne kemi me ty. Ndaj dhe sot, përcollën mesazhet në të cilën mesazhi i parë ishte se gjersa drejtësia të funksionojë në Shqipëri, ai raport që është jetik për esjen përpara mbetet në klasë dhe vend numëro. Mesazhi i dytë ka kërkesa për të qëndruar në hapësirë. Ai mendon se do diktoj, jo. Në qëndrimet e tyre është i gatshëm që dhe shqiptarët i shoh pa viza dhe njëherë. Vetëm të mos shkoj atje ku ka vendin në bangun e akuzës, si hajdut. Por ne s'do lejojmë atë. Ne do ngrihemi si që jemi ngritur dhe do i dëshmoj me Europës dhe botës se nuk është Shqipëria ajo që përfaqëson Edi Rama. Se Edi Rama përfaqëson krimin, përfaqëson hajnin, përfaqëson në rrafshin moral, politik, njeriu më pa moral. Kurse ne jemi qytetarë të ndershëm, jetojmë me djersën tonë. Kemi një vokacion në shpirtin tonë perëndimor dhe këtë vokacion do të punojmë gjërsa ta shohim veten në Europë. Ndaj dhe sot ajo që i dhanë ishte paralajmërimi i parë. Por kjo histori nuk ndalet. Kjo histori ndalet vetëm kur gjerën fitoren tonë. Dhe ja u them unë, ju ne jemi në rrugën e fitores. Ne jemi në rrugën e fitores.
Të dashur miq, i diskredituar në shkallën më ekstreme, ju thash dhe njerë, në mënyrë absolute, atë ditë që votoj në parlament për të blokuar arrestim në Ballukut, kreu të njëjtin akt si kur dilte lakurish në këtë balkon para qytetarëve. Identik, tregoj se çfarë malli është dhe kush është. Tani kërkon të shkoj të shetis dhe të bëj takime me qytetarët. Qytetarë dhe qytetare mos e pranoni. Me një domate dhe vezë në xhep në çdo takim të ti të shkoni. Dhe gjujeni. Gjujeni se s'ka burr me frikacak mbi tokë. Dijeni mirë se është njeriu më frikacak që ka bërë nëna në këtë vend. Dhe se veprimet e tij janë veprimet e frikacakut. Ndaj dhe mos ja kurseni. Edhe në takim shkoni, po nga një vezë hidhjani apo domatet të kalbur. Jo vetëm ati, po edhe përfaqësuesve të tij, hajdut, të cilët në vend që të mbronin ligjin në parlament, në vend që qëndronin nanën tuaj të qytetarëve, votuan për mbrojtje e vjedhjes të Edi Ramzën i Ballukut. Atëherë miq, ata janë një lloj me Ramën. As atyre mos ja u kurseni as kërkum. Vezët dhe domatën kudo që t'i shifni. Një thirrje të veçantë kam për pensionistët. Ngriuni dhe mos pranoni këtë poshtrim që bën ndaj jush. Askush s'ka kontribuar në këtë vend në vetë më shumë se ju. Askush nuk ka sakrifikuar për familjen dhe për shoqërinë shqiptare sa ju. Dhe tani u trajton si qenje lëmoshe, si lypsar. Tani u trajton me shqerzin më të madhe. 130 milion euro vjedh tek djegësi Tiranës. Ku është? As një tull. 130 milion euro do paguhet Beketi se i mbylli televizionin sepse e kritikonte. $50 milion vodhim tek tuneli Llogaras. Miliarda po vjen në portën e Durrësit. Kurse ju numroni kafshatën, kurse ju nuk merrni dot ilaçet. Ngriuni për dignitetin tuaj në radhë parë. Se ju meritoni dignitet. Para zgjidhtash meritoni dignitet. Sepse vendi ju ka borxh ju dignitetin. Sepse shoqëria shqiptare ju ka borxh ju dignitetin. Po dignitet duke numëruar kafshate nuk ka. Dignitet me lmosh nuk ka. Dhe ju bashkoj pavarësisht nga pikpamjet tuaja. Hajduti s'ka parti, s'ka besim, s'ka fe, s'ka din, s'ka iman, s'ka moral. Të bashkohemi të gjithë kundër atij. Do t'ja u bëj, thot, pensionet kryet 4 vite. Lexojeni mirë çfarë thot mashtruesi. Do e rris 2 4 8%. Kjo që nga rritja. Dhe përdor një gjuhë mashtruesi ndaj jush. Po ju i keni pa vetë. Keni 13 vjetë. Ju i një burra dhe gram në eksperiencën e jetës. Eksperiencën e punave që keni bërë. Ju s'mund bashtrojnë në këtë mënyrë.
nga i njeri që nuk ka nder as moral. Ndaj dhe t'i japim duart sa më parë. Dhe fjala dhe zotimi në solemn është se përveç minimumit jetik, një zvrapi rritjes pensioneve dhe rrogave t'ulta, gjersa ju t'jeni pensionistët me pensionet më t'larta në rajon, gjersa ju t'jeni rrogtarët me rrogat më t'larta në rajon. Dhe ky është zotimi ynë, por duhet ta largojmë. Nuk duhet pranojmë mashtrimet e tij. Ndaj edhe në ato takime që u mbledhin me detyrim për plasjanin në fytyrë, edhe njerë diskreditorin demaskojni. Ai meriton turpin dhe vetëm turpin. Me 17 kemi ditën e kryengritjes madhe paqësore. Ftoj qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, të bashkohemi për t'i thënë Edi Ramës se vendi yt është paraligjit. Të hënën tjetër, në ora 7, në këtë shesh, përsëri, për t'i marrë ftyrën ati që s'ka ftyrë. Edi Ramës, rrofë Shqipëria, faleminderit. Të dashur qytetarë, ashtu sikur se lajmëroi dhe profesor Dr. Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, foltoret përpara kryeministrisë do të zhvillohen tashmë në orën 19:00 çdo të hënë. Faleminderit.